Një grup i dyshuar i antarëve të bandës kriminale shqiptare Nikla është arrestuar në 2 episode të ndryshme në Francë dhe Luksemburg për vjedhje të rreth 50 banesave luksoze dhe vilave të personazheve të njohur në Francë dhe Belgjik. Kryetari i bandës Edison Pulaj, i cili ishte në arati, u kap në 20 janar të këtij viti në Luksemburg për llogari të autoriteteve franceze. Ai kishte arritur të arratiste nga burgu i Trevisos në Itali në qershor 2022 dhe ishte kërkuar gjithashtu nga Interpol për një tentativë vrasjeje në Shqipëri. Vjedhjet të cilat dyshohen të kenë ndodhur mes qershorit 2022 dhe shtatorit 2024 kanë përfshirë një gamë të gjerë objektesh luksoze me një vlerë totale që kalon 1 milion euro. Grupi dyshohet se ka synuar dhe vjedhur banesa të VIP-ave dhe figurave publike, përfshirë futbollistë të njohur, këngëtar si dhe pilot të Formula 1-s. Hetimet e autoriteteve kanë zbuluar se pula ishte pjesë e një rrjeti të organizuar që operonte kryesisht në rajonin Grand Est të Francës dhe në zonën e Parisit. Në kërkimet dhe kontrollet e kryera nga autoritetet janë konfiskuar bizhuteri të vjedhura, orë luksoze, madhra lëkure të shtrenjtë, para të gatshme dhe automjete me një vlerë totale që kalon 650.000 euro. Banda dyshohet se është përgjegjëse për mbi 49 vjedhje dhe dëme të shkaktuara, të cilët tashmë e kanë kaluar 1 milion euro. Hetimet e mëtejshme pritet të zbulojnë më shumë detaje rreth operacioneve të kësaj bande të strukturuar dhe lidhjeve të mundshme me organizata të tjera kriminale.